nërkohë që e zirrin në këtë vend, ku burgosunit kishin orën e ajrimit, atë Anton Luli ju drejtu Aliut, ushtarit që për ditë e torturante. Të lutem, ma jep një plumë në kry, dhe dhimbjet e mia do të përfundojnë. Në fakt, Aliu nuk ja dha këtë kënaqësi që do të ishte fundi i torturave të atë Anton Lulit. Atë Antoni u dënu për vite në burge, pastaj bani edhe shumë vitet e tjera punë të detyrume. Në vitet 90, kur Shqipëria u hap, në rrugët e Tiranës, ku atë Antoni mori shërbimin e tij shumë larg, dallon një fytyrë të njoftën. Ishte Aliu, personi që e torturonte vazhdimisht. E njohu dhe vrap u vendos ta ndiqte. Aliu e kuptoi dhe ai vendosi të ikte. Në fakt, atë Antoni shpejtoi hapin dhe e ndali Aliun. Për i frikës, Aliu filloi të bërtiste e të largohej, sepse frika hekmarrjes ishte mbrana tij. Po në fakt, atë Antoni dëshironte përsëri ta ndalte. Të lutem, më fal, ju drejtu Aliu. Më fal. E atë Antoni tha, kam fal, që ditën kur më torturojshe, du thjesht të të përqafoj. Këto njerëz, si që ishte atë Anton Luli dhe shumë klerik të tjerë, nuk e njoften gjuhën e urrëties. Edhe pse si shpërblim për punën e tyne, ndaj njerëzve, ndaj vendit, ndaj atë dhëut, morën vetëm urrëtie, në asnjë moment nuk e lanë që urrëtia t'i pushtonte. Ky ishte atë Anton Luli, jezuiti i famshëm shqiptar, që ishte në atë vetmit që i mbijetoi breshnisë vrasëtare komuniste.